Menoj përvesi që është deshte edhe me majt ato rregulla që i përmende, po ndoshta edhe me dijeta, me ushqim, me ushtrime. A mundesh me na tregu pak atë periudhë sa kohë të është dashur edhe me u përgatit? Po, që të thënë, une edhe ja u thësha njerëzve të ngushtë, kur më pyetëshin se qysh ke, i tregojsha që nuk u kon vështirë për 6 muaj ditë se ti qysh e man, qysh kemi bo ushtrimet. Ushtrimet sado që janë të vështira, ka 4-5 orë në dite, sado që e ke pas, do me thonë, tepër vështirë, seni ma ironi u kon kur unë ju tregojsha, u kon që ndrrimi i jetesës çfarë e ke bo krejt jetën, me qëto 6 muaj janë krejt të ndryshe. Ku ti u dash me ushtru, mi hup mesatarisht 5000 kalori në dite, ku ti hup 5000 kalori në dite dhe ti dosh me hongër 9 herë. Me pas një pushim të obligushëm që... Sa në momentin kur ti nuk don, nuk e ki ndërmen me hongër, ti duhet. Duhet me hongër, duhet mi përmbush ato që i ke hup, për shkak se ajo, kur ti hup edhe nuk i kthen, muj me thonë se çfarë ushtrimet rona ajo kohën, ta garantoj me jetë se 1 muj, 2 muj ditë, nuk ish pas shanca pa e lshu një muskull ose... Po, për ty ndoshta nuk ka qenë edhe shumë e vështirë, sepse tash ka kohë që merresh me sport. Po, une, muj me thonë, ju marrë qysh fëmini, se pi bjen kjo që... Po, nga një fruti, ndërkohë që fillajsim. Po, pi bjen, une ju më konë futboller profesionist, që do të thot profesionist, kum lujt edhe jashtë Kosovës futboll. A muj me thonë që e ki një jetë të tërë që je rreth sportit? Po, edhe për ashtu, shumë krejt ta që më njohin e din që krejt familja u marrë me sport, qashtu babi, qashtu 2 vllaznit, besi dhe koti, do me thonë, jena marrë krejt familja me sport edhe kështu jetojmë. Por ndryshe, une masi që kum bo operimin e parë, dytë dhe tretë të gjunit majt ligamentit krycial në Austri, Linz. Edhe Florina Ramadani, doktori, ma bën thot, është një shqiptar shumë profesionist që i bën edhe skiator ma të njoftën operim. Edhe ma bën thot, nuk kam ku me ngjit mo shtraf në ashtë, kështu që leje, mas miti. Edhe une i kum pas një 4-5 vjetë ma të këqijat të mijat kur une kum lonë sportin, ku unë i bona 102 kila, 3 kila, ku fillova mandej edhe mo nuk e kum nalë, por ndryshe mirë me crossfit që rreth 6-7 vite, që 4 vite jam edhe trener i licensum i crossfitit, për ndryshe jam edhe trener i licensum i futbollit. Këta e kum bo ma shumë për atë hobin ose për atë profesionalizmin që e kum pas ma herë, për dashnin që e kum ndaj futbollit. Për ndryshe mirë me crossfit dhe flen shumë si sport, e du intensitetin e nalt, e du pak më konë njëri që jëm pak ma ushtar që kom qef mi abu sfidat vetit edhe i përshtatët shumë crossfitit. Do të të bëjnë edhe kjo?